Thash do të flasim për një pjesë tjetër, dasma jote. Dasma që është bo virale, është komentu, ka pas shumë këngëtar, po mbi gjitha emocionet dhe prej juve, po besaj. Njëri ndër momentet më të bukura të jetës për ty, po besaj. Po Tomla, ashtu që ka emrin emisione. Kur dikush thot edhe po thojke që momenti më i bukur një jetë, definitivisht ishtë më i bukur një jetë. Jeta shumë e gjatë, dhe ka më pas njeri shumë gëzime, edhe gjithmonë inshallah vetëm gëzime. Po gjithmonë nisna që është pika ma bukur që aty fillon gjithçka një jetë e re, si pika ma bukur e jetës. Me një fjalë po përmbledhi gjithën. Po. Më trego pak për njojen me bashkëshortën tashmë, qysh rodhi gjithçka tashmë që keni arë deri te ky moment, që po i shohim edhe fotografit, për ndryshe shumë të bukura fotografit realizume edhe po dukni shumë bukur. Faleminderit. Njohja ime shumë moti. Hera parë kur jam taku me ta, 14 nëntor, se me data jam detyru mi majtë ma. A dhe mëse se u qërita një mashkull për mban mend datat? Dhe Monday, takimi im live me ta ku hera parë që ja ku mi jap dorën, nuk u bo me planifikim, por është data martesës jonë. Do me thonë, e keni... Një nëntori. është bom planifikim. Edhe kur e keni caktu datën, nuk është e keni mendu ose diçka. Edhe këto krejt spontanisht, e kum gjetë një fotot arkivit, Google Photos, që të kujtonin në kohë. Edhe kum po që data një nëntor ka qenë posteri Latino Bendi që ka performuar në Gjakov. E unë e pjesë e grupit Latino Band. Edhe Enkeleta, ka qenë me qikat e tezës veta. Unë i kum njoft ato, shumë mirë, se i kum pas shoqe, po hera parë që e kum taku Enkeletën, edhe hera parë që kum bisedu me ta, si standartet që janë, edhe ju më këthuj ka qika tezës vetë, i kum thonë shumë e bukur kjo qika, edhe më ka thonë e bukur po është e mitur, alo. Edhe unë për veti e shumë i ri. Kjo ka qenë biseda shumë e shkurt, prej zhurmës madhe muzikës, ashtot. Edhe prej asaj dite, kemi fol, kuptohet, mas një periudhe shkurt, unë e tu hullumtu pak, se kush është tek është. Pas ka mbet mendja? Po. Edhe prej asaj kohe, kemi fillu me fol, si shok e shoqe, për një periudhë jo të shkurt, që kemi fol zbashku, edhe e kum vrej që po më pëlqen. E kum vrej prej asaj nate, po ashtot rrugtimin po më dona mi të regu, se kum të regu ma herët. Edhe piko ma fështirë ashtot me elaboru. Po set, ki emocione dhe për vete. Ajo ka qenë rrugtimi jam me të, që kemi fillu me fol, një periudhë jo të shkur që e përmenda, edhe mas një kohë e kemi kurorzu një farmyre me një lidhje zbashku, por që një diçka që ma ka lavdu edhe ma ka marrë si armë temet fort në Keleta, ka qenë që unë nuk im konë shumë kërkus ndaj saj. Kelon në lirinë e saj. Po. Edhe unë për veti, kom dasht gjanat me shku rjedhshëm, jo që është zakonisht të na, sidomos gjinia jonë, ma shkollore, jemi gjithmonë kërkus, edhe jo mundu gjanat milion rjedhshëm, më rrit unë e bashkë me ta, gradualisht, edhe mas një kohë caktune, e kemi kurzu dashnin tonë me fejesën që e kina pas, fejesa tradicionale, Enkeleta nuk ka pas qef kështot ka aspekti i darkave ose diçka, ka pas qef me shku në shpi. Me livdoren? Po, edhe unë e bashkë me prindë dhe familjen i na shku, të familja saj, edhe
ka qenë jashtëzakonisht e mirë, se çdo qytet i vogël përpos Prishtinës, e ka një të mirë që e ku mbrojt këta për edhe qyteteve tjera që ngjihem shumë mirë në Mezeti. Po. Edhe kur shkon të dikush je thjesht freestyle. Unë kam shoqëri në Gjakov për kënd të pëse njohin njëri tjetrin. Absolut, po nuk jena veç në Gjakov, jena edhe pe jonë, është edhe Prizreni. Unë thëmë, veç pjesa Prishtinës sa është e mbi populluar edhe ka këtë qytetet jenë në Prishtinë, ajo pak ma problem mu njoftë në Mezeti, po qytetet që jenë ma të vogla, sigurisht njifin familjet në Mezeti. A është Gjakovës, apo? Qikën e kujshi se kom begenisi për ke. Okej. E kanë thonë çdo herë që Gjakovarët kanë qef me marrë vetë Gjakovare, nuk e di ashtë kështu? Po kanë thonë, po s'është keq. Jo, nuk është keq. Po edhe një diçka tjetër është me e përmend që prej fakteve, njivin që shumë Gjakovarë kanë japë edhe qika në pej edhe në Prizren. Po, pra ju veç ju pas kamet. Nga kamet është pak ma theksune se me japim shtirë, to duhet mi pranu, po që nuk është që vetëm kemi qef me marë, po edhe japin, për që ato janë nisa me qikat.